Miq dhe armiq, mirëmbrëma, mirë se jeni rikthyer në esencën e mbrëmjeve tona në orën 21 në shtëpinë tonë të madhe të Report TV-s. Kam një emocion pozitiv sot sepse kam një nga njerëzit që e dua fort për sa i përket punës së tij artistike, por edhe talentit që ka, edhe të mirës që na përçon shpesh. Arrita t'i lidh fjalët nga emocionet që kam. Profesor Gazi, mirëmbrëma dhe shumë faleminderit që rierdhët në esencë. Faleminderit juve. Kemi regjistruar disa emisione bashkë, të premtoj që do t'i shfaq. Po. Dakor. Falenderoj. E bëra publike. Jemi në këtë fazën pozitive të disa viteve të ndërthurura të animacionit shqiptar, të filmit animuar shqiptar, dhe sa bukur që edhe ne diku nga vitet 70-80 e krijuam gati një shkollë të tillë në Kinostudion Shqipëria e Re, pjesës së cilës keni qenë edhe ju. Mund të më tregosh pak më shumë si u krijua ky stil jete në Kinostudio dhe çfarë ndodhi më pas, si u zhvillua kjo lloj shkolle në Kinostudio? Për sa i përket filmit të animuar. Po, këtë javë janë bërë disa aktivitete për 50 vjetorin e filmit animuar. Kështu e kanë quajtur. Sepse filmi animuar ka qenë një nga 3 gjymtyrët më të rëndësishëm të Kinostudios, ku ka qenë filmi artistik, filmi dokumentar dhe filmi i animuar. Neve shpesh në bisedat tonë themi Kinostudio. Në fakt, ajo nuk është Kinostudio, ajo është ish Kinostudio. Sigurisht. Se ajo tash nuk ekziston më. Ishte një mirazh, 40 vjeçar, që është zhdukur. Neve kështu mund të themi dhe ish Hekuruta, ish Taraca, ish uzina e telave të Bakrit në Shkodër, ish uzina e Precizionit kemi shumë ishe neve, shumë ishe. Do në këtë periudhë janë bërë shumë gjëra të cilat kanë qenë do nga dersa dhe puna e madhe e popullit shqiptar, ishin shumë gjëra që sot janë kthyer në ish dhe mu vjen shumë keq. E kupton që këto janë zhdukur. Një nga këto është edhe Kinostudio. Dhe unë shpesh me miqtë e mi them në vërtet flasim për datinën e Kinostudios, për këtë datinën e filmit animuar, por do të shtojmë edhe atë që kur është vënë goshta arkivolit Kinostudios dhe filmit animuar, nuk flasim nga veprat që krijohen tashti, po them si institucion. Ai Kinostudio ka qenë një ishull i madh, i populluar nga intelektualët ndoshta më të mirë të vendit tonë. Kanë qenë skenarist, ka qenë regjisor, ka qenë piktor, ka qenë grimjor, ka qenë inxhinier të zërit, ka qenë montazhier, ka qenë arkivist, ne kemi arkivin ku jeni dhe juve, që është një arkiv shumë i pasur, është pasuri kombëtare, le të themi. Ka qenë laboratori, ka qenë kinofikimi, ka qenë studios, ku ka qenë ku ruheshin makinat e vjetra, oficina, i kemi një dyne atje. Do me thënë, Kinostudio ishte një Shqipëri e voskën qeliz, le themi, atje ku prodhohesh vlera, si me thënë, që janë prodhuar shumë filma. Dhe filmi vizatimor i tillë ka qenë. Ka qenë një gjë shumë interesante, që unë shpesh bisedoj dhe me shokët e mi, që qoftë filmi artistik, qoftë dokumentari, e kishin emrin e tyre të pagëzimit. Ke filmi animuar gjithmonë lëviste, dikush i thoshte filmi vizatimor, dikush i thoshte filmi multiplikativ, dhe shumë pak thonin filmi animuar. Në fakt, ai quhet filmi animuar dhe i shkon të thuhet i tillë. Sepse është një prodhim tërësor i njeriut. Nëse në filmin artistik ti ke dhe aktorët, i cili nëse janë aktorë të mëdhej, këta mund të ta ndryshojnë skenarin, me thonjza, kapriçot e tyre. Filmi dokumentar po është 1-1 me realitetin, pavarësisht nga vlera artistike, filmi vizatimor është prodhim komplet i njeriut, edhe unë shpesh e krahasoj me Buratino, me Pinokun, që ishte një copë druri. E kupton, e mori dhe bëri një Pinok për druri, një kukull e cila ishte vetë lëvizëse, por nuk lëvizte, dhe pastaj u fut shpirti, Zana i futi shpirtin Pinokut dhe ai filloi të lëvizte, derisa në fund të librit, të kolodit, ai u bë pastaj njëri nga dashuria që kishte për babën e tij. Baba Carlo. Po. Do u rrit, si më thënë, u rrit.
Kështu është dhe filmi vizatimor. Do më neve përdorim vizatimin, neve përdorim kukullat për plasteline, dhe ato janë të palëvizshme, janë, le me thënë si ato figurina që mbajmë i televizor. Mi po në syrin e kamerës, ato fillojnë dhe lëvizin, ato qeshin, ato zemrohen, ato bëjnë xhelose, ato dëgjojnë me shkelma, dhe në këtë mënyrë ato kanë hyrë në gjithë filmat që ka prodhuar Kino Studio. Unë në filmin vizatimor kam shkuar në 81-shin, dhe në 82-shin unë bëra udhëheqësi artistik filmin vizatimor. Do kam drejtuar filmin vizatimor për 10 vjetë të rresht. E gjeta film vizatimor me 5-6 filma, me sa më kujtohet, dhe kur kam ikur që shkova profesor në Akademinë e Arteve, kishim arritur deri në 16 filma. Se Kino Studio në atë kohë prodhonte gati 100 filma. Do 14 filma i bënte artistik, një 50-40 filma i bënte dokumentar, edhe një 16 filma i bënte vizatimor. Do është një prodhim gjigant, po të krahasosh, do të thënë, me një popull si për 3 milionë që ishim neve në atë kohë. Është prodhim gjigant. Kur nisi pari, profesor? I pari filmi vizatimor është nisur në 76, mos gabojmë. 50 vjet përpara, si çfarë po 50 vjet përpara, po, fal, po. 75-76 dhe u bë filmi i parë ka qenë Zana dhe Miri, që bëri Vlash Droboniku bashkë me Tomi Vason. Sepse për fat këta shkuan disa muaj për specializim në Rumani, si që të tregon e Vlashi, nuk është se ata ja jepnin teknikën, ata e vidhnin, si me thënë, punonin atje bashkë me ta, sigurisht, ata jo se kishin një qëllim të keq që s'po ja jepnin, por ata në punën e tyre të përditshme dhe këta ishin shumë vëmendshëm. Dhe kur edhe këtu në Shqipëri, ndërtuan filmin e parë me kartona, filmin vizatimor. Më përpara thonë, do të thonë që kanë qenë disa një qelizor film vizatimor, që më thotë Mitat Fagu, kam bërë dhe unë një film vizatimor përpara Zana dhe Mirit. Ka qenë dhe dikush një bega, më thonë, se nuk, kështu më falë, se nuk kujtohet kjo gjë, që ka bërë edhe ai një qelizor film vizatimor në televizion. Po kjo nuk e di, nuk e kam të verifikuar tamam, po e tregoj thjesht si histori që ndoshta mund të kërkoj ju si arkiv, mund ta kërkoni, a ekziston apo jo. Por si institucion, filmi vizatimor është bërë pastaj në 75-76, do më për herë të parë. Dhe ai quhet pastaj si filmi i parë, do më që ka të vullën e parë, do më që mban. Kështu që ai filloi shumë thjesht, sepse mos harrojmë, në filmin vizatimor nuk ka pas njerëz të arsimuar si regjisor. Do më nuk ka bërë shkollën siç kemi sot, përveç se njëri që ka qenë Bujar Kapixhiu. Bujar Kapixhiu kishte bërë dhe shkollën për aktor, shkollën për regjisor, po, dhe bëri edhe gjatë kohës që bënte filmin vizatimor, bëri dhe shkollën Akademinë e Arteve. Unë kam pas edhe, le të themi, shok klase Bujari, ne ishim miq. Dhe ishte i vetmi që kishte. Neve të tjerë pastaj e kemi bërë me intuit, e kupton, sepse ne ishim thjesht piktor, kishim një diplomë si piktor, si skulptor, kur erdhëm për herë të parë në atje, dhe mësuam nga njëri tjetri. Dhe kjo ishte shumë e fortë, sepse neve para se të hidheshim në prodhim për të bërë një film tonin, neve patjetër duhet punonim disa kohë me një regjisor më përpara, si më thënë. Unë për shembull pata fatin që punova me Bujar Kapixhiun. Unë në momentin që shkova biles kur shkova u trondita, se shkova ke në drejtori Toni Bozo, tha mi se erdhe etj, tash shko bëj një film. Të bësh film, dhe s'mita poshtë, i thash Bujar, kështu. Ne, mos më përstit, ti do punosh me mua. Edhe unë punova me Bujar Kapixhiun, ai po bëndej filmin Vëth në vesh, dhe më la për të bërë dekoret edhe animacionin. Dhe ajo ishte shkolla, pastaj, shkolla për mua. Po Bujari vetë nga... Bujari kishte filluar, kishte bërë filma. Po kishte shkuar diku? Jo, e pra... Eksperiencë e parë e filmit vizatimor ka qenë thashë, nga Vlashi dhe nga Tomi Vaso, nga Vlash Droboniku dhe Tomi Vaso. Po, në Rumani që shkuan pak muaj... Pastaj, ajo, neve në erdhen kamera shumë mira, bides kemi pasi kamerë vertikale japoneze që ishte e mrekullueshme dhe mua më vjen keq, kam pyetur për të dhe askush nuk më thot se çfarë po bëhet me atë kamerë. E kupton? Është si ish e kurudha pra. E kupton? Tash mund të them ish kamera. E kupton? Edhe kur flas për filmin vizatimor, e cila u tret, e kupton? Sot bëhen.
Bëjnë në mënyrë disa shoqate të tjera. Edhe aplikime në qendër. Po, në qendra e kinematografisë. Po flas institucioni i Kino Studios, po flas, domosdoshmë si Aigo. Dhe është shumë interesante këtë po e them edhe një si për humor tragjik, le të themi, që Kino Studio është inauguruar në 52-shin dhe 92-shin u mbyll. Domethënë u presh shiritin në 52-shin dhe Gozhda Arkivolli u vë në 92-shin. 40 vjet. Domethënë është një kaç aty në mes. Dhe neve në traditën tonë e kemi që i vdekur, i shpirtit vdekur largohet kupton 40 ditë që e kupton. Kështu që në Kino Studio ashtu mbaroi, u zhduk si më thënë. Do ishte thashur, ishte një mirazh që janë prodhuar gjëra të mrekullueshme. Pak janë profesor, ëh? Do më thënë gjithë të traditë që rriti, që bëri, që zhvilloi... Shiko, unë kam biseduar atëre me ministrin, i kam thënë po bën një gabim shumë madh që po prishin Kino Studio. Gjina. Po tha, nuk mund ta mbajmë dot e tjera, eksperiencat e vendeve ndryshme dëgjoj thashun. Neve vendi jonë është një vend i vogël. Duhet këtë patjetër një financim nga shteti. Po si ka mundësi që para 90-s ne financohesh për 100 filma, edhe ne nuk mund të financojmë 3-4 filma, mos bëj 4 filma artistik. Bëj 3-4 filma. E kupton? Por ai institucion, sepse neve ku shkon e shohim që 7 mjezit atje, ishte me orar që duhet shkonim atje, dhe ti kishte çdo gjë, sidomos kur ti e mbaroi filmin. Ishte një traditë shumë e mirë që në sallën e madhe mblidheshin të gjithë, me regjisor, me montazher, me skenarist, dhe ne diskutonin për një film. Nuk ishte problemi që ne do të dëgjojmë me gur njëri tjetrin, ne ishim të ri, ne ishim të kishim mbaruar shkollën, le të themi, por neve, unë atje dëgjoja Taja Nagnosin, dëgjoja Dimitër Gjikën, do më falë, Viktor Gjikën, dëgjoja Piero Milkanin, të cilët diskutonin për filmat tonë dhe jepnin konsulencë, ishte ai biseda ishte konsulencë. Një para premiere mbyllur. Po ishte patjetër ajo. Pavarësisht që filmi vizatimor konsiderohej një çik ishte i treti, si më thënë, se konsiderohej që për fëmijë. Dhe duke sikur e bënin fëmijët ata, në fakt e bënin të rriturit, e kupton? Mirë, por neve në atë kohë kaluam edhe nga i pozicioni që një film vizatimor një prallë për fëmijët, për të shijuar nga fëmijët, neve kaluam një film vizatimor, sa kam qenë atje, edhe për të rriturit. Ne filluam që trajtonim edhe disa problematika të cilat ishin të asimilueshme për të rriturit. Fillimisht ka filluar me një film në karton, që her pas here duken ato lëvizje sikur janë të ngrira, po në fakt është teknika e kartonit e tillë, le të themi. Pastaj u bën filmi me vizatime në celofan që e bëri Bujar Kapexhiu për të parë, që ishte filmi Zgaravinat. Pastaj u bë një film me kombinime, domethënë me natyrën, si një film artistik, dokumentar, me natyrën edhe me vizatime që bëri Boris Ikonomi. Pastaj u bën filma me kuklla me Jani Zhongon, filma me Plaseli me Stefan Taçin, punoi edhe Gjin Varfi me ato gjëra, domethënë filloi të hapet, unë bëra atëherë një eksperiment filmi i cili bëhej nën kamerë, domethënë nuk bëheshin vizatime përgatitore, po vizatoi nën kamera, në frame pas frame, dhe kupton dhe në fund ishte 10 minuta që dhe në këtë mënyrë filloi që të shëndoshet. Domethënë ai vocklifare filloi të shëndoshet. Nuk ishim në ca pikë arshiu, e kupton që binin, po u bë një katarakt, se i thonë 16 filma në vit, nuk është shaka, po është shumë. Me kushtet tona. Sigurisht që atje ka pas edhe probleme, problemet më mëdha ne i kemi pas nga skenari, pavarësisht që ne kishim 2 skenaristë shumë mirë, që ishte Vlasova Musa dhe Savi Ypone, që ishin shumë të mirë, e kupton, që ishin të lidhur me, Vlasova ishte një poete, ishte poete shumë e mirë, e kupton, edhe Savi që bënte letërsi për fëmijë. Edhe kur vinin, këto materiale që vinin nga jashtë, që ta punonin me shkrimtarët, e kupton, e orientonin drejt skenarit, sepse një prallë, një tregim, një thënie, diçka, mund të jetë shumë e bukur në vetvete, por kur hitet në film, ka tjetër lloj strukture, do bëhet skenar, e kupton? Pastaj ne e merrnim, bënim skenar tekniko-regjizorial, etj. Kështu që atje ishte një konvejer, ishte një zinxhir i madh i cili pasoi nga njëri ke tjetri, që ka zgjedhje e skenarit e deri në momentin e fundit kur do të ditë në laborator. E gjitha kjo, profesor, ndodhte në ndërtesën e vjetër të Kino Studios apo diku tjetër? Ajo ndërtesa vjetër është e re. Ajo. Pra ne dhe qëtë Kino Studio Shqipëria e re. Ishtë tashma. Çfarë më ka ndodhur mua personalisht, një nga emocionet që kanë ndjerë të gjithë që kanë ardhur atje,
ajo që të fola për Pinokon, unë kur kam punuar animacionin e Bujarit, fillimisht bëra një figurë derrin, cili lëviste 360 gradë, e kishte një çifte që qëllonte me çifte. Edhe unë aty ai ishte shkolla ime e parë, derri me fjalë. Shkollë terras. Shkollë terri. Dhe tha Bujari, a shkëm në atje në arkiv, në laborator të shohim. Po i thash, nuk do të ashtu, do të gjirojmë në letra kalku, bëshim prova atëra, që edhe ishte një argjim, dhe themi. Dhe unë e liam, kër e kam parë për herë të parë, atë deri statik, atë Pinoku prej druri që rinë në tavolinën time, që filloj të lëviste, që vinë të vërdat 360 gradë, që këte qëllonte me qifte, këte ishte i përqëndruar që qifte ku ishte lepuri, i thash, Bujara, që është këma kjo që si magji? Thashë Bujarit, kjo që e disim duke vedja mu, se i magjistari që atë lapsin e ka si shkop magjik i bia dhe thot abrakadabra dhe lëvis deri, lëvis lepuri, se kështu ishe e ndërtuar, gjithë skena lëviste, si ka mundësi mëllaj që të bëhet kjo gjë. Edhe Bujari, sigurisht, me atë humorin e vetë, bëri shumë shakara me Bujarin. Pastaj ndjeva dhe kur bëra filmin tim, Dhelë pra dhe Lileku, në Fabulët e La Fontaine, dy gostit, dhe kur pash lëvizjet e atyre, thash, Bujaro, unë nuk kam përteq kur dorë nga filmi Visatimor. Atë se mbajta fjallën. E këta se pësa shumë erdhë, se po mbyllë, e kino thue, po sheme, po na zinte brënda. Po na zinte për brënda, edhe unë doan me shaka, kështu të hidhë të thema, kino thue dhe ishte si punë e Titanikut, që kur unë bytë, shpëtuan sa varka. E u tanë që u bënë ca filma, u bënë ca atja. Gjeli pak të rashëgimi. Por, është një gjë shumë e madhe që ruan në arkiv filmaton. është një gjë shumë e madhe. Sepse ai arkivi që juve tashi për fat, nga që ke për shkollën e artit, je i ndërgjeshëm për punën tënde, nga që kemi biseduar gjatë, është tamam si albumi fotografive që rinë në shtëpia tona. Po më ka shtëpia që s'kan album, ai nuk njeh as gjyshin, as gjyshen, as baban kur ka qenë i ri, as nënën kur ka qenë e re, as vllajin, as motrën. Shtëpia është sot, me fjalë. Jetohet vetëm sot për momentin. Mirë, po të jetosh një shtëpi që po s'kesh edhe gjyshin, po të kesh edhe stërgjyshin atje, e kupton? Atëherë ti fillon dhe kupton dhe gjenealogjinë e familjes tënde, e kupton? Kjo është arkivi, që është një nga pasuritë e patundshme të shqiptarëve, e cila duhet të ruhet fort. Edhe bëhet shumë mirë që po restaurohen edhe filmat tanë. Dhe tash filmat, nuk e di, a keni restauruar film Visatimor. Do restaurojmë 16 dhe përpiqemi. Kjo është lajm. Kështu që në këtë mënyrë them është, si më thënë, ne jemi, Shqipëria është një shtëpi me arkiv, është një shtëpi me album fotografish, si më thënë. E kupton që neve kemi ku është dhe mund të paraqitemi denjësisht, jo vetëm dje, sot edhe nesër, ne mund të paraqitemi denjësisht, qoftë në për festivale që bëhet, po të paktën njerëzit atje marrin vesh, ore kush ka qenë Shqipëria më vëlla. Pavarësisht që thonë hiqini filma, digjini filmat e tjera, ato e lëmjerë me një anë. Ai është arkivi. E kupton? Diq gjyshin tati, pastaj flasim dikim në arkivin. Dakor, se dhe gjyshi jot pinte cigare, gjyshi jot edhe mund të ketë qenë edhe kriminal, le të themi, atje ke fotografinë, thua, ky ka qenë shumë bërë një gabim shkëndër Hamburg, pje fjala. Kështu që në këtë mënyrë sot ka ardhur dita, ka shumë djem të cilët e kanë dëshirë shumë film Visatimor, kemi dhe në Akademinë e Arteve që bëhet, do në film Visatimor, kanë prodhuar vit pas vitin në një gjithë vogël, si me thënë, ai vogël themon, ai 3 minutë, 5 minutë, 10 minutë, e utën, po jo në këtë strukturë të madhe. Dhe ka ardhur dita që të ringjallet film Visatimor. Si? Një nga gjërat që neve menduam që të japim pak fuqi është që ne të ndërtojmë film, të më falë shkollën e artit, shkollën e filmit Visatimor në Universitetin e Arteve. Komplimente shumë. Dhe është biseduar dhe me rektorin Erad Bakallin, është biseduar dhe me dekanin Sadik Spajin, është biseduar dhe me Arden Isufin që është si me thënë drejtuesi i programit të grafikës, edhe fillimisht, pa e vënë një program special të veçantë, disa vjeçar, ne dhe themi ta inkorporojmë këtu tek Ardian Isufi, i cili e mori përsipër, dhe pastaj unë i thash, unë do të ndihmoj me gjithë fuqinë time dhe me miq që kam, që mund të ndërtojmë një program të mrekullueshëm, forcat krijuese neve i kemi, domethënë që mund të ndërtojmë dhe mund të bashkëpunojmë shumë edhe me dramën, sepse atje do fillojnë të punohet të njifet ç'është skenari.
çfarë është regjizura, sepse tash pra ne quaj shkollë, ne ishim shkollë atëherë, por ne i binim fyllin me vesh, i binim shkëlqyshëm si Laver Bariu. Po ama ishte me vesh. Po. Të më kishte probleme dhe veta, le themi. Ndërsa tash ajo të mësohet edhe montazhi, të mësohet edhe ritmi, tempo ritmi, zhurmat, heshtja, të mësohen të gjitha për të ndërtuar atë që quhet film. Vërtet mund të jetë 10 minutë, po mund të jetë edhe një film 1 orë. Do në ti në përbot, mund të shofësh edhe filma që janë filmat e gjatë, dhe janë filmat të mrekullueshëm. Shumë. Unë bje fjalla, kur u shkëputa nga televizion, nga kinostudio, se po bëj lapsus, kur u shkëputa nga ish kinostudio, që shkova pedagog në Akademinë e Arteve, unë kisha 2 projekte dhe i kam akoma në sirtarët e studios time. Njëra ishte quaj Kali Skënderbeut, që është 1 orë, dhe tjetër ka qenë Gjikalla dhe Miningona. Skicat, I kam të gjitha, e kam gjithë materialin për të filluar atë. Mi po, unë shkëputa edhe ato më ngelen, përsa s'ke si e bën. Ilir Butka, miku im, më thoshte, Gazi, tha, mos e lë filmi Vizatimor, sepse tjera. Nuk mundem, filmi Vizatimor, filmi i animuar, le themi, bët me astaf, nuk bët do të vetëm. Sigurisht, mund të bësh në një gjithë vogël, si që bënë bje fjalla ka dhe filma, që një autor i bënë, e gjiron dhe me celular, dhe mund të bërë një film mrekullueshëm, se ka rëndësi ka kjo, ideja që ke në kokë, pastaj i shqëllimi është të gjë. Për shumë, si që është filmi La Linea, që ka bërë Cavandoli, italiani që bënde me atë linjë, që është një film i mrekullueshëm, që ka bërë, që një nga vizatimet e ti kam shpion, se më ka dhuruar, po. Mund të ndërtohet, po mua më pëlqen ndërtohet një strukturë, dhe jam shumë i gëzuar që më në fund u zgjuam për të ndërtuar këtë program për film. Pastaj, kjo mund të reaktivizohet duke u përdorur dhe juve. Patjetër, arkiva është baza. Studentët tanë të vinin atje në arkiv, të shohin historikun, të shohin ABC-n e filmit vizatimor shqiptar. Dikush po më thoshte se ka një problem. U shpesh i shoh studentët e mi në vitin e parë, që me dëshirën më të madhe duan të bëjnë një qelizor të filmit vizatimor, organizma kompleks. Dhe bëjnë disa tentativa, mi po gjithmonë bëjnë figura manga të këtyre si këto japonezët, po që po bëni, po shtoni krimtarinë një japonez ju? Në Shqipëri. Po, juve duhet bëni, do të formosh personalitetin tatë, më keq, bëj shumë tuzë ato. Dhe një që ato manga nuk se është një kusht të çfarë, se ka filma këtej që janë të mrekullueshëm, ato që dikur në kohën tonë i kanë dhënë kolpo filmin vizatimor, kur kemi parë neve, qoftë Mulliri vjetër të Walt Disney, por që kemi parë disa një kaset me filma francez, që ishin filma të mrekullueshëm, duhet jenë në arkiv. Duhet jenë, ka shumë gjëra franceze. Ajo i dha një kolpo shumë të madhe filmit të animuar në atë kohë. Dhe këta duke bërë ta një opresor ta neve kështu, i thashun jeni edukuar keq, i thashun. Jeni edukuar duke parë këto filmat japonez. Ato janë filma serial, janë 60 seri, po të shikosh ato personazhet, neve, kemi bërë filma më të mirë se ata, të shkurtër, edhe personazhet i kemi më të personalizuar, më shqiptar. Bie fjala aty ke filmin e Bujar Kapexhiu, Pipiruku. Që është një personazh shqiptar, si që është Gishtoja i vogël, si pas prallave, që përfitoro sa bukur mund të luhet dëshë një Gishtoj i vogël, që është një i vockël fare, në një ambient të madh, ku Misri, Kalliri Misri duke dhe i madh. Do në është një botë fantastike, për ta shohësh ashtu. Dhe ta epë këtë mundësi, ta epë filmi animuar. Do më thënë, në këtë kuptim, ke filma sa dush jashtë, dakor të të shumë. Ka filme jashtë, janë shumë të mirë, janë të mrekullueshëm. Unë i shoh, her pas here shoh. Por, mund të themi gjonë, një prallë shqiptare, do të bëj një francez, një italian, një belg, një spanjoll, kush do të bëj prallë shqiptare? As ka për të vërë një impull, do të lënë atje mund të se prallë shqiptare. I takon që të bëj një artist shqiptar, një artist shqiptar i filmit animuar. Ajo mund të marrë qofta dhe legjenda, mund të bëj një kolan me legjendat. Po mund të ndërtoj edhe një film të plot, e kupton, 1 orë, 25 minuta, me një legjendë shqiptare. Sepse ai s'ka për ta kapur, dhe ti në këtë mënyrë ti fillon dhe ushqen, domethënë publiku shqiptar. Ashtu si që ushqen dhe dikur në
në një periudhë të erdhët, në një frashi, Sami Frashi, Vasko Pasha, Vasho Pasa, Qajupe, etj. Etj. Domethënë që ishte një rilindje që rigjallëroi dhe një në një mënyrë nëpërmjet fjalës gjithë shpirtin kombëtar, e kupton? Dhe ti në këtë mënyrë mund të përveç asaj që ti mund të bësh filma domethënë të mrekullueshëm nga pikpamja artistike, nuk e di, nga mendimi që mund të kesh si intelektual, por një nga detyrat më të mëdha është që ti ta përçosh qoftë edhe legjendët, qoftë tregimet, qoftë prallat shqiptare, ato që janë të bazamentit, do të ADN-s shqiptare, ti mund të tregosh tash me lëvizje. E kupton? Se tash janë zhdukur edhe ilustrimet e librave, ti s'ka as ilustrime librash më. Ti do të dilja atë ilustrim. Po janë zhdukur, nuk kam më. Fundja kundrejt një kontrate pozitive, mund të merren skicat tuaja, duke mos humbur autorsinë dhe pagesat e duhura dhe të vazhdojë gjëja në të. Duket se keni bërë ju vetë diçka që bazohet e tregimet të mundshme shqiptare kur lëviz muji, ka disa, po. Jo, s'ka bërë. Atë mund të kem parë në një gjë në YouTube. Tregimet e mundshme shqiptare. Jo, ka njerëz që kanë filluar që të bëjnë, thash, unë më intereson të ndërtohet shkolla e parë e filmit vizatimi shqiptar. Jo filmi vizatimi shqiptar, por shkolla e parë. E kupton? Një shkollë me një strukturë, ashtu. Dhe them që është bëhet pjesë e një historisë të vendit tatë. Kolon e madhe. Për gjë e madhe, edhe ne do ta bëjmë. Unë i thash Adit, do ta marrësh fjalën këtë që komplimente shumë. Që do ta bëjmë, po, neve do ta bëjmë atë. Kështu që në këtë kuptim them është e domosdoshme që me gjithë pengesat edhe ashtu që sot regjisorët të cilët deri dje kanë bërë dhe filma vizatimor janë shumë të aftë, sepse kanë marrë pjesë në shumë festivale. Ne kemi marrë shumë çmime, siç kam dëgjuar, sepse unë me thënë drejtë jam shkëputur nga nuk di më se ç'a bëhet, po dëgjoj, e di se kush janë regjisorët e filmit vizatimor që punojnë në shtëpiat e tyre ndofta ose kanë një kontratë me studiot, nuk e di shumë mirë. Ka dy shoqata që janë bërë tash, por nuk është shkolla që unë pretendoj. Kështu që në këtë kuptim them që është shumë e domosdoshme se ne kemi të gjitha mundësitë, duhet vetëm ai shkrepja e çakmakut, e kupton? Të bëhet një shkëndij. Dhe me këtë shkëndij pastaj them që mund të ndiset një zjarr shumë i madh. Ka që e vështirë është profesor të merresh me fëmijët, për fëmijët? Unë thash, filmi vizatimor ose film multiplikativ ose filmi i animuar, sepse vetëm fëmijët e hanë prallën. Vetëm fëmijët e hanë babagjyshin e vitit 3. Vetëm fëmijët kujtojnë që nga Hoxhaku zbret babagjyshi e tjep dhuratën e Krishtlindjeve, ose të vitit 3, e kupton? Ja kemi lënë fëmijëve, ta që themi që se fëmija nuk kupton. Fëmija kupton shumë, e kupton? Neve, për shumë, jemi rritur me filmin vizatimor, dhe unë e kam që nga periudha e parë fëministë ti me filmin vizatimor. Neve shikonin filma rusa atëre. Dhe kur bëheshin to mbrëmjet e mëdhaja të baballarëve tanë që na merrnin neve na çonin, shifish me disa filma vizatimor rus, të prallave ruse. E kupton, edhe që atëre na kanë ngjitur neve në mendje. Ashtu jemi edukuar, se pastaj është shumë e vështirë. Në për televizione që i bënë në Kanoça, shifim në i film për të, në i regjizori, si kuj Kavanduli që thash, ose Boceto, që ka artistë që neve në kanë influencuar për të ushqyer, por që fëmijë ti e merr atë. Ti shikoj, edhe kur jenë në televizion, kam vënë, ku e ke fëmijën, i thëmë, të s'po bërë zhurmë, e kam vënë aty pas shef një film vizatimor. E quan domthonjë që i kam dhënë një lodër atje. Në fakt filmi vizatimor sot, sepse një nuk e kanë kulturën e filmit vizatimor, filmin të animuar. Jashtë, po të shohësh, filmat e animuar shikohen nga të rriturit sot. Ke filma të animuar të rriturve, që është për të rriturit, që janë filma të mrekullueshëm. Kur shkova u për shumë në Ansi, që është se kana e filmit artistik, kjo është kana e filmit vizatimor, dhe shkova me film Plumballit, atëherë, që për herë të parë shkonte kinostudio duke mbasi kishte vdekur Enver Hoxha, duke një vit mbasi kishte vdekur Enver Hoxha, dhe ishte hera parë që shoqëronte artisti që isha unë, edhe erdhi dhe Vlash Droboniku, sepse kur ka marrë një çmim deri në Napoli me filmin Dy Gostit, medaljonin e ka marrë shoferi ambasadës. Nëse kësa radhe isha unë atje. Dhe atje ka fituar çmimin
një nga ato filma me ato teknikë që unë kisha bërë plumballi, që unë mendoja që kjo është shpike ime, thonjë sa, se unë s'ku di, ose kisha parë. Ishte ajo që ndodhi me radio, me Marconi, dhe fitoj, njeriu që mbillte pemët, si pas skenarit të Ginos, Jean Ginot, që është një shkrimtar jashtëzakonshëm francez, dhe fitoj çmim. Edhe sot, dhe ty njerëzit ta shohin në YouTube, njeriu që l'homme qui plantait des arbres, po të hysh atje të shohë se çfarë mrekullie është, se çfarë mund bësh ti me filmin vizatimor. Sepse ti atje nuk shef më personazhe, ti shef personazhet atje është artisti që e ka bërë atë. Ti nuk shef atje as Ricard Diarin, as Niko Kangxherin, Robert Renik, nuk i shef artistët që në mënyrën e tyre kanë dhe diçka nga jeta e tyre ku losin, e kupton? Atje je ti. Ti los atje, e kupton? Ti e bën atë të qaj, të qeshje, dhe si reagon ti në jetën tënde ti e atje. Kështu që filmi vizatimor që pyete, sigurisht është për fëmijët. Dhe po të tregoj një si për kuriozitet, unë kam pas tradit, se kur shkova atje në Itali në 92-shin, të vetëm me pasuri që sot në shtëpi ishin një 30 filma vizatimor, në kaset, po i kam në shtëpi akoma ato. Që nuk i shoh se të kanë dalë gjëra të tjera. Dhe unë çdo kanë marrë me ato mësuan gjuhën italishte, e kupton? Po unë çdo vit të ri, në datën 1, ne shtriheshim të katër në krevat dhe vinim film vizatimor. Sa 12 orë i shikonin gjitha. Që nga filmi Pinoku, Borbarda, Cenerentola, etj. Do neve shikonim filma vizatimor. DVD? Kështu me HD, me... Po ndryshua më sajtë, tash i kam kështu, futi një, i ke në YouTube, e kam traditet e tash ti unë atë. Edhe përse si kam kalamaj, që kalamaj dhe mi janë rritur, janë jashtë, unë e di me shoqe, ma pregatit atë të vitit të ri, e këton, dhe unë atje shoh filma vizatimor. Nuk rrit 10 orë, në datën 1. Datën 1, rrie shoh. Dhe qarë? Shoh Mullirin e vjetër, a që më ka ushqyrë kërë ishen në studio. Se dhe filmi Dy Kostit që bëra unë, ka një influencë disneyane. E kuta nuk është si filmi Plumballit, që është gazi, le temi. Jo nga tema, por më tepër nga prekje, nga trajtimi, dhe i shoh edhe njerë. I shohim bashkë dhe si familje neve. I me shoh që Meli vjen vërdalë, sepse janë ato pra të rrisë, të vjen në një mikë, në një shokët e tjera. Unë jam i përqendruar, i vendos ato filma dhe e shoh dhe i rishjoj dhe njerë, e kupton kur i shkoj. Shoh në përgjithësi, nuk shoh të filmat e rënd të që tërgova njeriu që mbilte pemë e tjera, por shoh të Disney. Do se kanë të festivitetin, do janë festive. Do kur shoh dhe njerë Pinokun, do është një mrekulli. Kështu që unë shpesh, edhe kur u hap kjo, që bisedova me disa student e mi, nga që e dua shumë filmin animuar, më shikon mu se e bëj njëri, the multiplikativ, sa ko se kemi gjithë emrin, për që e animuar. Në regull. Ja, është e animuar, tamam. Them, shiko, mirës, kjo është edhe filmi Disney, është pralla e magjistarit, pa e ka marrë nga gëte, këtë gjë. Kur bëni film vizatimor, mos bëni një 2-3 vizatime, i lëvizin ato e thonë bëni film vizatimor. është historie gjatë kjo, nuk është kaq e kollajshme. Pra dhe magjistarit dhe kjo ja shpjegoj është për këta të cilët sa mësojnë formulën e hapjes, sa bëjnë një vizatim, e bërëm të, po ti nuk di formulën e mbylljes. Është ky Mickey Mouse i Disney, që shkon për të mësuar abrakadabrën, e mëson abrakadabrën, dhe merr detyrë që duhet mbush një kovë me ujë, dhe shkon te ky nga pusi, e silte ujin këtu, mi po lot, e tha, magjistari s'është, ja bëri abrakadabra. Dhe kova vinin vet, edhe e mbush në fuqinë. Por ky s'dinte ta ndalonte, atëre kova u mbush, edhe filloi uji të mbushte dhomën, dhe ky po mbytej. E kupton? Erdhi magjistari, pastaj tha abrakadabrën mrapsha, ku diun çfarë i bëni, e kupton dhe çdo gjë u sheshua. Domethënë kjo tregon që do pak punë kjo. Nuk bëhet kaq kollaj. Nuk bëhet vetëm me A. Kjo bëhet deri ke Z-ja. Edhe duhet ta mësosh gjithë alfabetin që të shkosh deri atje. E kupton? Dhe kjo ka të bëjë pastaj edhe me shfrytëzimin e fondit që keni ju atje, ka të bëjë edhe me talentin personal që nuk diskutohet, ka të bëjë edhe me kulturën që do marrë gjatë rrugës, e kupton? Me inteligjencën e tij, me kulturën që ai ka. Me resurset njerëzore. Patjetër. Dhe në këtë mënyrë kam përshtypjen që në këtë mënyrë mbas disa vjetësh
filmi vizatimor të shkojnë në një nivel tjetër. Të lartë. Po, për mua po. Nga trashëgimia në qetësi do Neve rritet. kemi, mbaj mend, për shembull, kam pas dy studentë Arianin dhe Genden, të cilët më thanë persone duhet të bëjmë diplomën në filmin vizatimor. Dhe për herë të parë në Shqipëri kam bërë film 3D. Po, e bën ata. Dhe unë isha si udhëheqës artistik i tyre. Dhe ata me vështirësinë e madhe, po të paktën e prodhuan. Pastaj bërë një film vizatimi i Ilir Kaso. Po, kanë bërë, Hari Aleksi, ka marrë një muzikë dhe atë e ka ilustruar. Do përpjekje për të bërë film vizatimor dhe janë të mirë, janë filma shumë të mirë, janë të këtyre në akademi. Ka dhe të tjerë që cilën nuk i kam, sepse unë kam atë pjesën time të vitit parë etj, pastaj kontrollohen nga pedagogët e tjerë, marrin kulturën për ateljet e tyre të specifike, si më thënë. Por kjo që po të rëgojmë në sot, është shumë e rëndësishme se mbetet një histori. Ajo që ju dua unë është ajo tjetra, pra ne po insistoj shumë. Edhe po e them këtu, po japim fjallë që ta bëjnë dhe mos këhem mrapsh, si vetër, për ta bërë filmin vizatimor. Profesor, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Iku kaq shpejt ishte si një minutë sa hap gojën edhe fjala ime për ju sot është të shtoftë e mira Gaza. Unë, më falë, edhe unë të them të fjallë të mija, është hera parë që flasë ka gjatë për filmin vizatimor që nga 91-92 që i kam nga në studio. Është hera e parë. Për herë të parë? Po. Do bënë, e kam djegur filmin e animuar, e kam djegur nga largë, por është hera parë dhe shumë të falenderoj, do bënë që bëhet edhe një emision në televizionin tuaj për në fundi për 50 vjetorin e filmit vizatimor. Në kuptimin që atër i lindi 50 vjet për para, nuk po dhe 50 vjetorin, po 50 vjet për para lindi. Faleminderit, profesor. Faleminderit juve. Do të shihemi pas pak me Amarcord, do të shkojmë në një vend që ju e keni prekur nga larg dhe nuk keni shëtitur brenda tij ose nuk e dini se çfarë është, pastaj do të shkojmë me Esenca Arkiv dhe me një ngjarje të rëndësishme nga e kaluara. Unë ju lë më të mirat e së mirës, kthehemi pas pak për cilin profesorin dhe do të shihemi.